Jemi në lagjën Dardani, pikërisht në rrugën Lek Dugaxhini, ku siç po shihet prerja e asfaltit nga një kompani punuese, gjatë prerjes dhe shpërndarjes së disa kablove elektrike, ka shkaktuar shqetësim edhe tek banorët. Banorët kanë kërkuar ndërhyrje urgjente për riparimin e asfaltit dhe marrjen e masave të duhura që të parandalohet përsëritja e situatave të tilla në të ardhmen. Ata theksojnë se mungesa kujdesit dhe përgjegjësisë në realizimin e punimeve publike po ndikon drejt për drejt në jetën e tyre të përditshme. Njëri nga banorët, Zymer Shala, u shpreh i shqetësuar për këtë situatë, duke thënë se dëmtimet e rrugës në këtë zonë janë të shpeshta. Kjo është shumë se ata që marrin të nderin, ata duhet me kry punën. Ata që ja japin të nderin, duhet me lip llogari për atyre që kanë kry punën këto. Jo me lënë çështë që rrugë. Këto kanale kësaj, sa kërë prishët e bjen tjetër me motorë, vjet tjetër, invalid me koli, çka ka me dale? Ai nuk ka shkon. Medium Ynë ka raportuar disa herë për problemet e ngjashme në rrugët e qytetit të Gjakovës, ndërsa banorët mbeten në pritje të një reagimi konkret dhe të shpejtë nga autoritetet komunale dhe kompania që ka kryer punimet.